Mirë se vini në konferencën për shtyp, Shkëndia përballë Samsun Sporit, nesër zhvillon një tjetër ndeshje historike për herë të parë në vendin tonë dhe më gjerë këtu në Shqipëri e Kosovë, bashkë me skuadrën e Dritës, dy skuadrat që të luajnë në play-off të UEFA Conference League, një kompeticion evropian që sjell ndeshje europiane edhe në pranverë, dhe për këtë e kemi arritur me paraqitjet tona, kënaqësi për t'ju patur këtu, trajnerin Jeton Beqiri dhe kapiteni i skuadrës Besart Ibrahimit, gatshëm për t'u përgjigjur në pyetjet tuaja. Se i përket përgatitjes ndeshjes, normalisht është vështirësuar puna për neve për shkak se skuadra kundërshtare që do përballemi nesër vetëm para kësaj ndeshjes, domethënë kanë ndryshuar trajner, që do thotë se ndryshimet janë të mundshme dhe gjithmonë të paparashikueshme. Ne gjithsesi kemi ndjekur ndeshjet e tyre, do shikojmë edhe diçka të kapin sa i përket stilit të trajnerit ku ka punuar me skuadra tjera, por e rëndësishme për gjithë ne edhe për futbollistët edhe për klubin edhe për tifozët për gjithë është që si fillim ta shijojmë një herë si ndeshje, pastaj t'japim maksimumin dhe ta luftojmë shumë si ndeshje, duke respektuar në maksimum kundërshtarin dhe normalisht në bazë të ligës të cilën luajnë, duke ia dhënë rolin e favoritit patjetër. Sa i përket atmosferës ekipit, me të vërtetë është në një moment shumë të mirë, edhe vim prej 2 fitoreve, është atmosfera e mirë, jemi të përgatitur për këtë ndeshje, normal që do jetë një ndeshje e vështirë, ku e dimi kundërshtarin. Sa i përket tifozërisë, shpresoj që të jetë një numër sa më i madh. E kemi thënë çdo herë që të janë përkrahja kyçe për ne, lojtari 12 dhe shpresoj që edhe nesër na përkrahin ato sedi. Mendoj që ekipi i Samsun Sporit është një ndër ekipet më të mira që ne jemi përballur deri tani. Nuk mendoj që është skuadra më cilësore me të cilën ne jemi përballur, por shkak se mendoj se di skuadra me të cilat ne jemi përballur deri tani janë skuadra më cilësore se ekipi i Samsun Sporit, por për çështje korektësie, domethënë nuk do përmendi emrat e tyre. E thash edhe më herët, është vështirësuar situata me ndrimin e trajnerit, për shkak se nuk dim se çka të presim saktë se përket mënyrës të lojës, formacionit apo edhe filozofisë, por ne jemi duke analizuar edhe lojën e trajnerit të skuadra tjera dhe do mundohemi që ekipi jon pikës pari të shikoj situatën tonë, domethënë të shohim ne të paraqitemi mirë, veçanërisht në minutat e para ku duhet të jemi shumë kujdesshëm, të luftojmë shumë për çdo pjesë në çdo pjesë të fushës, për çdo top dhe normalisht edhe të luajmë, ta shijojmë momentet veçanta, të jemi edhe ofenziv, të jemi edhe të rrezikshëm për shkak se ne jemi këtu vetëm për atë shkak se nuk kemi respektuar shumë skuadrat të cilat gjithashtu kanë qenë shumë cilësore dhe kanë qenë shumë të shtrenjta në letër. Mendoj që orari ndjeshur është për shkak të ndeshjeve europiane, normalisht se bisedohet për ndeshje me intensitetin lartë, dhe unë besoj që do ketë ndikim në formën e futbollistëve, por ne kemi një grup futbollistësh cilësor, besoj që do e përballojmë. Shpresoj që do na dalin ndihmë dhe do na ndihmojmë sa i përket ndonjë ndeshje këtu, por siç duket ne do të respektojmë orarin dhe të luajmë në maksimumin e mundshëm në çdo ndeshje, dhe unë shpresoj që ne do e bëjmë të njëjtën gjë. Po, ta them të drejtën, ëndra u realizua, por njeriu është i kriju që do çdo herë më shumë e më shumë, kështu që ne jemi të gatshëm nesër ta japim më të mirën edhe pse jo mos besu diçka ala më të mirë. Me që më ra rasti nesër ju uroj të gjithë besimtarëve musliman muajin e shenjtë të Ramazanit. Për sa i përket pyetjes, tash normal stërvitje kemi pak më të lehtë, besoj që do mundemi të marrim Ramazan, sa përket ndeshjes, normal pak më vështirë dhe jemi kolektiv. Po do analizojmë secili për vete vepron ashtu si është më mirë. Vetëm përpara se të mbyllim konferencën për shtyp, disa informacione teknike. Skuadra e Shkëndijës sonte stërvitet nga ora 20:30 minuta këtu në stadiumin Todor Projevski. Vetëm 15 minutat e para janë të hapura për mediat, ndërkohë skuadra e Samsun Sporit konferencë për shtyp këtu ka orën 18:15.
Ndërkohë nga ora 19 është seanca stërvitore e skuadrës turke, 15 minutët e para sipas rregullave të UEFA-s janë të hapura për mediat. Ju falenderoj që ndoqët konferencë për shtyp dhe të natyrisht takohemi nesër, urojmë rezultat pozitiv.